bien në raport me rritjen e numrit të popullsisë për shkak të kufizimit të burimeve dhe ky ligj i cili e sjell shoqërinë në një gjendje të ulët mjerane ekonomike dhe shoqërore sipas ideve maltusiane, duhet korrigjuar me depopullim që të vendosen ekuilibrat dhe balancat, dhe ekuilibrimi vendoset me mënyra të ndryshme, siç është lufta, uria dhe midis të tjerave është edhe nxitja, promovimi dhe mbrojtja dhe nxitja e kulturës homoseksuale, për shkak se ajo përqindje e ajo fashë homoseksualësh e cila në përgjithësi nuk le trashëgimtar mbas ikjes së brezit përkatës, në atë përqindje që ata janë, aq shoqëria jep ndikim në brezin tjetër të ardhshëm në mos rritjen e numrit të popullsisë, pra jep kontribut në rënien e popullsisë dhe në qoftë se në perëndim pretendohet se ka vende që homoseksualët arrijnë dyshifror, 12 deri 18 ose 19%, këto mund të jenë dhe shifra të egzageruara me qëllim nga këto kartelet ndërkombëtare të shoqatave LGTB që plus dhe pra ka dhe